Pas muaj shpritje dhe thashë theme është zyrtarizuar lajmi që ka entuziazmuar fansat. Big Brother VIP Kosova 4 do të nisë më 15 nëntor 2025. Produksioni ka konfirmuar se përgatitjet për sezonin e ri janë drejt përfundimit dhe gjithçka është gati për të ndezur ekranet dhe rrjetet sociale, me një tjetër super edicion plot surpriza, emocione dhe personazhe që do të bëhen pjesë e përditshme e publikut. Sipas burimeve pranë produksionit, ky edicion do të sjellë risi në çdo aspekt, nga dizajni i shtëpisë tek mënyra e votimit dhe koncepti i lojës. Shtëpia më e famshme në Kosovë do të ketë këtë herë një pamje krejtësisht të re me hapësira moderne dhe ambiente të dedikuara për sfida, argëtim dhe momente reflektimi. Publiku do të njihet me një kast të ri banorësh VIP, ku pritet të shohim emra të njohur nga fusha e muzikës, televizionit, sportit dhe rrjeteve sociale. Ndërkohë në rrjete ka nisur tashmë lojrat e hamendjeve me fansat që përpiqen të zbulojnë se kush do të hyjë në shtëpi. Edhe këtë sezon drejtimin e spektaklit do ta mbajnë Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, një dyshe që tashmë është bërë ikonike për Big Brother VIP Kosova. Profesionalizmi i Alaudinit dhe energjia pozitive e Jonidës kanë qenë një nga arsyet pse ky format është ndëruar në fenomen televiziv që kaplon çdo bisedë publike e rrjetet sociale. Pas suksesit të 3 sezoneve të para Big Brother VIP Kosova 4, pritet të thyejë çdo rekord audience, ndërsa data 15 nëntor 2025 shënon fillimin e një tjetër aventure televizive. Produksioni ka paralajmëruar se asgjë nuk do të jetë njësoj si më parë. Spektakli do të transmetohet në Klan Kosova, me transmetim 24 orë në ditë dhe me akses të plot për publikun që do të zgjedhë me votë VIP-in e preferuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.